Dashi. Gjatë kësaj dite do kaloni në për reflektime të thella në mënyrë që të mos përsëritni gabimet e së kaluarës. Në marrëdhënien në çift, përgjegjësia juaj do rritet ndjeshëm. Do kërkoni falje sinqerisht për çdo keqkuptim dhe do punoni për të ndërtuar besimin që u lëndua. Përmirësimet do jenë më të mëdha nga sa e prisnit, pasi partneri do vlerësoj sinqeritetin tuaj. Beqarët nga ana tjetër do përjetojnë takime vendimtare që mund t'u hapin një kapitull të ri në jetë. Mos i jini rastet ju kalojnë pa lidhur kontakte. Në punë, nëse jeni të rinj në një pozicion, durimi do jetë aleati juaj më i mirë derisa të fitoni eksperiencë. Financat kërkojnë kursim. Shmangni çdo shpenzim të panevojshëm për të ruajtur stabilitetin. Demi. Hëna dhe Neptuni mund t'ju fusin nëpër situata të paqarta, ndaj sot intuita mund të mos jetë sekrete e sukseseve tuaja. Në lidhjen, diskutimet të zjarrta do jenë të shumta. Të dy palët do tregohen kokëfort dhe kur nuk do hapni rrugë, përveç nëse vendosni të dëgjoni me mirësjellje njëri tjetrin. Beqarët duhet t'ju besojnë miqve të sinqertë për t'u prezantuar me persona të rinj, sepse ata duan vetëm të mirën tuaj, mund t'ju çojnë tek dashuria e vërtetë. Në punë, këmbëngulja do jetë e pakundër, por duhet të akumuloni njohuri para se të merrni vendime për çështje delikate. Financat me mbështetjen ligjore përmirësohen nëse tregoheni vigjilent me çdo transakcion. Binjakët. Sot do ndiheni të jetë të lumtur dhe kjo do reflektohet në çdo marrëdhënie që ndërtoni. Në çift, momentet e lumtura do jenë të pashtershme. Do intensifikoni komunikimin, do ndiheni si të fluturoni mbi re dhe çdo pyetje e ëmbël do ketë përgjigjen e duhur. Beqarët, megjithatë, duhet të përpiqen më shumë për të gjetur dashurinë. Iniciativat tuaja do sjellin rezultate, por pa përpjekje aktive ëndrat mbeten ëndra. Në punë do krijoni lidhje të forta me kolegët dhe klientët. Bashkëpunimi do rrisë efikasitetin dhe do hap dyrë të reja në karrierë. Financat do përjetojnë fat të madh, edhe lotaria mund të ju bekojë, duke ju dhënë mundësi për investime të zgjuara. Gaforja. Sot do ndiheni të papërshtatur me ritmet e ngjarjeve dhe mund të përjetoni ndjenja pasigurie. Në çift, nostalgjia e kujtimeve të trishta mund të ndezë debate të forta. Kujtoni që komunikimi i hapur është antidoti më i mirë ndaj çdo keqkuptimi. Beqarët, pavarësisht thyrësisë për të nisur një lidhje, duhet të ruajnë kujdesin dhe të mos e nisin historinë e dashurisë pa njohur thellë tjetrin. Në punë, talentet tuaja negociuese do vijnë në provë. Durimi dhe fjalët e menduara mirë do jenë aleatët tuaj për të siguruar rezultate pozitive. Në planin financiar, përpjekjet për stabilizim do japin fritet e para. Kursimet e menaxhuara me maturi do ju ruajnë nga vështirësitë. Luani. Energjia juaj do jetë në kulm dhe do arrini çdo qëllim që ju vendosni sot. Për ju në çift, dita do jetë plot aventura dhe emocion. Do provoni gjëra të reja, do ndjeni eksitim dhe pasion në çdo çast, si në fillim të historisë tuaj. Beqarët duhet të hapin zemrën dhe t'i lejojnë vetes të shpërthejnë në flirt, sepse përpjekja juaj natyrale do të sjellë afrim. Në punë, një telefonat e befasishme mund t'ju propozojë një përgjegjësi të re. Merrni në konsiderat çdo sugjerim, pasi ky mund t'ju ndryshojë rrugën profesionale. Në planin financiar, megjithse ju jetë nuk ju mbështesin plotësisht, një dozë shtesë kujdesi me shpenzimet do sigurojë që buxheti të mos tronditet. Virgjëresha. Sot do filloni me një entuziazëm të veçantë, por duhet të ruani edhe maturinë për të mos bërë gabime të nxituara. Në çift, dialogu i sinqert do forcojë lidhjen dhe do sjellë momente harmonike. Mos hezitoni t'u ndani partnerit çdo frikë apo dëshirë që keni. Beqarët duhet të vlerësojnë ftesat me durim. Njohjet e hershme mund të jenë progresive dhe jo eksperimentale, prandaj mos e nxitoni takimin e dytë pa krijuar përpara kurreshtje të sinqertë. Në punë, mos prisni improvizime, analizoni planet dhe veproni me strategji, pasi kjo do ju sjellë përparime të dukshme. Financat do përmirësohen nëse krijoni një plan kursimi dhe e ndiqni me përpikëri, duke shmangur çdo shpenzim impulsiv. Peshorja. Sot do ndiheni më të qeldur dhe do keni dëshirë të shfrytëzoni 24 orët për eksperienca të reja. Në çift do tregoheni më realist, pasi kuptoni gabimet e së shkuarës ndaj partnerit, do kërkoni falje me sinqeritet dhe do rimerrni në kontroll harmoninë mes jush. Pasdita dhe mbrëmja do jenë të mbushura me momente magjike dhe bashkëqenie të ngrohtë. Beqarët duhet të shmangin përsëritjen e gabimeve të vjetra. Një qasje e kujdesshme sjell lidhje më të qëndrueshme. Në punë, një ofertë e papritur mund t'ua ndryshojë karrierën. Shefat tashmë e kanë vënë re korrektësinë dhe përkushtimin tuaj. Financat mund të kërkojnë përkushtim të shtuar për të menaxhuar shpenzimet e vogla, por nuk do jetë asgjë shqetësuese. Akrepi.
Edhe pse dita do jetë e qetë, mos krijoni pritshmëri të tepruara, realiteti shpesh është më i madh se ëndrat. Në marrëdhënien në çift të mbizotëroj paqja. Çdo debat i vogël do shuhet shpejt dhe emocionet të ëmbla do ndërthuren në çdo pamje e fjalë. Beqarët, përkundër padurimit, duhet të shmangin nxitimin në takime. Marrja e vendimeve impulsive mund t'i largojë mundësitë e mira. Në punë, pas një mëngjesi të vendosur nga konflikte të vogla me kolegë, pasdite dielli do sjellë qartësi dhe do forcojë aftësinë tuaj organizative. Në planin financiar, dielli do favorizojë menaxhimin e kujdesshëm. Buxheti do qëndrojë i mbrojtur, për sa kohë që shmangni shpenzimet impulsive. Shigjetari. Sot do karakterizoheni nga optimizmi dhe kultura e gjërave të mira. Qetësia juaj do të ngjisë entuziazmin e të tjerëve. Në çift do përjetoni shumë momente romantike dhe do ndjeni mbirej me partnerin. Ambësi dhe sinqeritet do mbizotërojnë çdo takim. Beqarët, ndonse mund të kenë mundësi për të filluar lidhje, duhet të vlerësojnë pa e nxituar çdo zhvillim, sepse dashuria e vërtet kërkon kohë. Në punë, rezultatet do jenë të kënaqshme. Do ndërtoni marrëdhënie të fuqishme me klientët dhe ekipin, duke rritur ndikimin tuaj profesional. Financat favorizohen nga mbështetja e familjarëve. Kursimet e menaxhuara mirë do thyejnë çdo pengesë të papritur dhe do ju japin qetësi. Briqapi. Sot do përfitoni nga premtimet hyjore dhe përmbushja e pritshmërive personale. E ardhmja duket e ndritshme. Në marrëdhënien në çift, bashkëpunimi dhe durimi do rikthejnë qetësinë. Do mësoni të dëgjoni dhe të negocioni çdo nevojë pa konflikte. Beqarët, megjithse mund të jenë të tentuar nga rrisit, duhet të maturohen para çdo angazhimi. Një kursim kohor mund të ruajë zemrën dhe shkënimin. Në punë do keni disponim për të testuar projekte vetjake. Kreativiteti i bashkuar me diplomacinë do sjellë mbështetjen e kolegëve. Financat kërkojnë vëmendje shtesë, duke kufizuar shpenzimet për çejf, do arrini ekuilibrin e dëshiruar dhe do menaxhoni më mirë paratë në muajt më vijim. Ujori. Gjatë kësaj dite miq do jenë aleatët tuaj më të vlefshëm dhe armiqt duhen shmangur në maksimum. Në çift, lidhja sentimentale do përforcohet dhe një valë emocionuese. Dialogu i hapur dhe surprizat e vogla do sillnin buzëqeshje pa pushim. Beqarët, edhe nëse nuk mendojnë të angazhohen për herë, duhet t'i pranojnë ftesat për takime, sepse ato mund të përfundojnë në diçka më të thellë. Në punë, përqendrimi i lartë do ju bëjë burim frymëzimi. Entuziazmi bashkë me vizionin inovator do sjellë rezultate të shkëlqyera. Financat do jenë të qëndrueshme, por krijoni një fond emergjent, edhe një rezervë e vogël do ju jap siguri në rast të papritur. Peshqit. Intuita juaj sot do jetë e fuqishme, por duhet ta përforconi me analiza të hollësishme. Në marrëdhënien në çift, qëndrueshmëria dhe përkushtimi do jenë themeli i lumturisë. Do ndiheni plotësisht të vetëdijshëm për bashkëjetesën dhe do rikuperoni çdo pasiguri. Beqarët do përjetojnë një takim të veçantë që mund të shndërrohet në një lidhje të fortë, por duhet të joshin me sinqeritet dhe jo me lojra psikologjike. Në punë, zbatimi i metodave të reja do sjellë përparim të shpejtë dhe do paksojë stresin. Bashkëpunoni me kolegët për të maksimizuar rezultatet. Financat, pas peripecive të mëparshme, do përmirësohen për shkak të shpërblimeve ose bonusit të pritshëm. Siguroni edhe një plan kursimi afatgjat.